Shikues të dashur, mirë se erdhët në emisionin Spektër, emisioni i cili transmetohet të dielën në ora 9. Me mua këtë javë është reperi i njohur Goldi G. Goldi, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Shpresoj që do të kemi çka të flasim për foncat, për gjitha dhurësit e rapit dhe të muzikës që ju e kultivoni. Pasi që ka ngjarje të ndryshme ton kohën, normalisht që na del mua. Ka aktivitete, ka dhe llafe, ka dhe fjalë. Ka është kam. Mirë, përçënso është hera parë që jeni në emisionin tim, kam qef pak edhe unë dhe publiku me na tregu pak fillimisht si është e kyçja juaj në rap në atë kohë. Kohën dhe më thonë për kurëm, ka i rapin qef ka qenë klasa 2-3, kërë këmë dalë me emitu në atë kohë. Këmë dalë të asaj kohë, si të huj, si për marë për aty o konë beka i jonja, apo dikush tjetër që këmë emitu vetë. Ja kështu që aty ka qenë qefi, dhe më thonë, gjithmonë për muzikën. Para kësaj ka qenë qefi, dhe më thonë, kërë më koni vogël, më ka kaldu, dhe më thonë, mami jam që para se me ditë me folë, këmë për tjellë një nullat. Kështu që nuk e kom me pare këto, dhe në që kada gradualisht e kom arrit ato, dhe këtu nuk kom rrit për një ditë me një bashkëpunim, ose me një pare që kom do me bo një klip të mirë. Po e kom arrit kada, kështu që tashim aty ku kom dash vetë, edhe ku me majtë, edhe kom maksimumin me bo me mundu me më rrim analt. Po sa i përket fillimit ka qenë, dhe më thonë, ka shumë kujtime të mira për asaj kohë. Po pra si shkollë filloj se çdo kom pas fillime të shumta. Si fillimin kur ja kom nis me emitu, fillimin kur kom bo me grup kong, ose kongën kur kom bo tani veç vet, kur jam do. Po kështu që e kanë ato të mirën e vet, kështu që nuk kem dalë asnjëherë, dhe më thonë, fillimi ka qenë pikë klasës 2-3 shkollë fillore. Do të thotë nuk u ka në rastishme, është mendu çdo sen ka shku pak më afat gjatë. Po më gjatë gjithmonë e kom pas ato në kry. Duke u gjetë. Po gjithmonë e kom pas ato ide në kry që kom rri ato çka më të dashur. Po faktikisht nuk e kom ditë bash çka më të dashur. Apo nuk e kom ditë që kom rri çfarë këtu ku jam. Me thanë çka po ndodhin, se nuk e kom para mendu. Po marrë mendja që njeri kur do me më rri diçka më rrim, po marrë prasysh, dhe me thonë veç këngëtar, po në çdo profesion tjetër. Goldi në atë kohë ka pas ma pak repera. Po ka pas ma pak repera, shoqënia jonë për shef që na kanë thonë Tupac. Për shkak që kena ngu Tupacin, ka pas një grup tjetër, për shembull të njerëzve ka qenë Metallica, Tupac. Kështu që Tupac na vallë me temën, kështu që sa i përket reperave, i pari që kom kënu jam unë për anës për shef ose Kosovës lindore në përgjithësi. Jo, kështu që më burnat që jam i atjet edhe kom që ka foli për vendin tem, për që ata dhe i kënej për Prishtinës, se jo në Prishtinë dhe ja di vlerën pak ma shumë, se me jetu aty ndoshta atë gërditit, për nga gërditit edhe Prishtina që është ma e madhe lemu Prishtinës që është në okupim. Po me gjithatë ja di vlerën edhe i shala bota ajo që ka unë e lypi në kanë, nga marrë mendja që senet në fund shijin krejt, si për reper, si për luft, si për gjithë sen që e foli. Kryesisht keni temat ndryshme tjetës sociale dhe të ronjave, pak më na folë se e gjeni vetëm më mirë ndjeni më mirë në këto këngë kur i këndoni. Te këto këngë jam që ja kemi për borxh t'ju këndoj. Për borxh ja kemi patjetër, po jashtë asaj që ja kemi borxh dhe ja kena borxh edhe fëmijëve që kanë gjallë. Me ja tregu një histori, se po pra tash i ka dalë shumë keq, na kur ja kanë më të vogël kena mësu pak më shumë. Tash kanë dalë të sende ndryshme, po pra si kompjutera, teknologji, në përgjithësi sende njerëz leximi jo shumë e dobët. Nuk e dim për shembull kur ngrit flamuri, nuk e dim do himnin kombëtar, nuk e dim shumë sende. Kështu që mu nuk më ka vjedh kërkoj që unë me dhe, po na është i ka dalë Zoti unë me kënu këtë zhanër, kështu që me ata që më dojnë me mësu diçka për me e qofte një sen shumë i vogël, në qofte datë historike. Po marrë parasysh çka, kështu që e kom obligim edhe kom përgjegjësi te Zoti që me mësu me drejtu në rrugë drejt. Kum pas konkur përpara, jam kom pak më ndryshe, por tash jam drejtu ka dalë Zoti më drejtu me një rrugë tjetër. Kështu që këndoj tema patriotike, tema fetare, tema sociale, gjithçka që preokupon në përgjithësi, domethënë popullin shqiptar. Po marrë parasysh ai katolik a musliman, unë nuk bëj këngë me thonë që musliman më shoh katolik. Ka pas rrallë kur thonë unë jam katolik, feja shqiptare të shqiptaria, ti je katolik, unë jam musliman. Unë nuk jam kundër asnjë feje, domethënë që tash u lidh tema tjetër sa i përket këngëve. Po foli në përgjithësi, kështu që jo me krejt bashk. Kush është për një Shqipëri etike, unë jam ata, po në bashkë diçka, unë e kënaj për musliman se jam vetë musliman. Kush është diçka tjetër, le të kënon lirisht, unë nuk më pengon. Kështu që jam çaj që e shpreh edhe në këngë. Do të thotë që nga fillimi nuk keni ndrru sa i përket, edhe pse e dim që dikush e ka pas thatë idol Tupacin, dikush kanë qenë. Po, ajo koha e fëmijës kalon kitë fal idol dhe kitë për dhjetë, gjithçka, kështu që vjen koha kur pjekësh. Ndron pak. Po ndron, sa fëmia për shembull kur është i vogël, për shembull unë vet e kom bërë tash një këngë që ka më dalë bën vetvetja ky klipi. Kom bërë vet kur më thon kur isha i vogël imitoj domat më vaj, thosha që ku të rrit na kam u bë si çaj.
Po se fëmia e ka se cila ai do dikush që është shumë më i fortë kur të i vogël, do një më i madh më hallu sa po marr parasysh. Kështu që ato ndryshojnë dhe thuaj kanë pas na dashur, u thonë që po marr parasysh më kon vetvetja, çfarë kryesorja. Kemi pa shumë spote që keni bën dhe kryesisht ju keni këngë shumë të mira dhe unë mendoj që te këngët e juaja ka, domethënë kënga e mund spotin. To gjithmonë gjithmonë do të mundona derisa kam këngën e fundit, kam mundu që kënga ka më spotin, jo spoti këngën. Kur në jetë nuk e bëni me qit një klip vetë sa për mungu kënga me bën me spot, jo kur asnjëherë ato. Jo vet po as bashkëpunimet nuk i bëj as isoj, domethënë që vetë sa për mungu, a del mirë, a del po në madhe. Kështu që mundona me dhoni mesazh se çdo këngë. Kur e di për çka folje kam shumë në lehtë edhe me shkru, edhe më ja kallu dikuj për çka kam pas fjalën. Kështu që e kam idenë e qartë për çka jam të dashur me folë dhe nuk e kam problem për me bëni një këngë të mirë. Tekstet i shkruan vetë, domethënë jep edhe mesazhe përmes teksteve, përmend edhe gjeneratat e reja e po. Lexoj edhe fjalë turta ton kohën jashtë asaj që lexoj fjalë të Kuranit, domethënë që përmendin në këngë, porositë domethënë që janë të Zotit. Lexoj edhe enciklopedi fjalë të ndryshme, domethënë lexoj enciklopedi shqiptarëve. Domethënë data historike, heroj që ndoshta nuk i kam ditë ndonjëherë, më ditë kush u kon, çka ka bëu tek. Kështu që mundona me përfshikjet ato çka i di më thon deri në këngën e fundit. I pam dhe më herët edhe shumë fansa kanë ardhur me marrën shkrime nga ju dhe janë një brez i ri, mendoj që edhe ata duhet të edukohen sa do pak me fjalë që i përdorin jo në përgjithësi rreth. Sa është edukative kjo? Përgjithësi më të madhe domethënë jashtë asaj që na shë Zoti çka bëjmë, i kena edhe domethënë te sa i përket njerëzve kemi te fëmijët përgjithësi, se për shkak që nuk dojmë me udhëzu me një rrugë të keqe që me te kalu ata normën ose më dashat shumë sa që me bëu diçka çka bën edhe ti, po marr parasysh me qit degenerim, po marr parasysh ajo me s'po them spote me femna apo diçka tjetër, ama me mundu spaku më ja tregu diçka të mirë, se ata na dojnë neve. Unë e di vetë kur në vogël se kom dashur dikon më pasonaj ose më pasbuaj diçka unë se ai isha mundu me bë. Autonë, kështu që faleminderit Zotit që më ka ardhur mend para vaktit, domethënë s'm kalon më vonë më pjek, edhe më shku me do punë që nuk i kanë hijeni djalit të ri. Kështu që më vjen që ata fonsa i kam parasive dhe për ta punoj, po më parasysh që janë 3 atë mesëm vjetra, çdo stres i du shumë edhe nuk mëj pa ta me kryu asë këtë muzikë se s'ka kush mangon. E thotë më herët duhet një kohë pak më e gjatë më pjek në rap, me ndru shia, me pa veten ku jam dhe si cilëherë më përmisu. Sa jeni kënaqur me spotet në përgjithësi me klikimet që ju bën shumë të këngëve për shembull? Po shumë, sa i përket klikimeve më kam fshi shpesh herë videot përpara, tash e kam domethënë kanalin tim zyrtar me on air që e moj. Po ndonjë marrëveshje me YouTube-ën? Po e kam me on air këna marrëveshje domethënë sa i përket për klikime. Për klikime po. Sa i përket punës kësaj klikime ka shumë, po përpara më kam fshi spotet. Amaneti ma kam shi shumë herë, ma kam shi letër nga burgut, Çamëria, shumë këngë tjera i kam shi, po nuk jenë këngë kanal temi, kështu që kam bua hakerat ata të vetën, ata energjia mirë s'ponëm për kërkon. Më mërmenja që tash, apet e kom arrit ato, nuk është diçka që kom e informas për kur gjoj, që ato klikimet, një këngë kur del e din ata, s'kom nevoj. Kënga kur është e mirë, ajo prapë. Po nuk kom nevoj me levdu vetën, se ato sa janë që shien, kështu që e din një këngë jemi kur del sa ngohet, sa klikohet, për një det jo për ma shumë. Një këngë, dalim tek një këngë shumë e mirë kushtuar Policit, Enverzim Beraj, një ndjenje shumë e veçantë. Na fol pak për këtë këngë. Po rastin kërë kom po që ka ndodhë për rasja, kam konë në shpi me një shok. Bila e konë si të dash me flejt, edhe ta man kom dash të me dojnë vëm tjetër me vjetë e kom po rastin në televizion, kështë që e kom pas muzikën për një këngë tjetër të bëmë, e qa shumë ka preka e rasta që e kom shprej me një herë në fletë. Për televizorit direkt e kom shprej, asë nuk e kom njoft Enverzim Berajin personalisht, asë nuk e kom njoft kërkon tafërt, po e kom bo kangën Viç Hatri që ka dek në kufi, do më thëmë ty, e mbrojt kufinin e Kosovës. Edhe ja kom pas për bërshmi, ja kënu për me njerë, edhe ka qëtë shumë u pëlqyja e kongë sa që edhe mu më ka bo vetë mundi krenar me ato që ka e shprejha, edhe që i faleminderit më dha Zoti ato me shprej qatë shpejt edhe qatë shmirë sa që me prejkë në zemrat e krejt atyne që ka ngu. Mirë, shumë aktivitete, shumë punë, jeni shumë aktive dhe në mbrojtje rinore të ndryshme në Evropë, në Skandinavi, më na fol pak si po kaloni atje dhe si po presin. Është ndjen shumë e mirë, se për shembull atje është ndryshe malli për Kosovën, për Shqipërinë, për Iliridën, Maqedoninë apo për Luginën, thonë për asysht ka janë apo mali të zi, malësisë madhe.
E kanë atë ndjenjën kur e shoh edhe vetë kur ti këndoj këngë kur përmendem në qytet pa parasysh, apo përmendem Prizreni, Prishtina, Gjakova, Ulqini, Tirana. Se të laj kur e ka qytetin e vet është ajo ndjenja që reagon. Ose pjesa ku janë një tavolinë pa parasysh të vend janë, Rahoveca, ku di. Edhe kur e thon fjalën edhe ata ndryshojnë, e kështu që kënga jeme është për ata. Për ata dhe për se të dhënë që edhe jeton këtu edhe në dimit e shqiptarë, se neve këtu zakonisht kanë jelë në botë monoton, këtë aty, veç ku qkojmë atje ja dim kemetin më shumë, kështu që e vërtetojnë ata e din më mirë se na. Ndonë që edhe atje ka dhurës shumë dhe e dojnë muzikën? Gjithmonë i kam salla plotë për plotë, kështu që i përshëndes këtë ata që kanë jashtë trojeve shqiptare, për marrë parasysh ku gjenden. I përshëndes këtë edhe i du në përgjithësi. Do të thotë dhe atje është kriju një mentalitet që ta dojnë si cili muzikën që e dojnë për shefit vetë. Do të thotë dikush rrët dikush muzika popullore, se kanë dalë shumë fjallë që vetë muzika popullore. Mendoj që... Jo, atje për shemë e dojnë Tallava, është ka, dhe për shemë kur këndoj atje më vjen mas shumë të me pas punë me Tallava G. Nuk ka punë për shemë me në repertiat, ose ndohë më ka një këngëtare tjetër, për më pas të cila është, dy këngëtarë, jemi tjerë t'i kanë mësafir që i kanë çdo javë, për jam të qtune. Kështu që ata kanë muzikë popullore Tallava, i përdhin aty çka dojnë edhe është e mira për me kësi valla, që se me këngë të me valla nuk sehet. Ma me mënja që ata ndryshon atmosferën, po se përket për mu muzikë Tallava kur njetë kisha ngu. Si kisha thonë, asë nuk e shaj dikon që e ngën Tallava, sa ajo është qefi ati, nësë mu shumë bëlqen repi ati, bëlqen Tallava. Dikush ka raste që ngën edhe sërbisht, në kom pas raste. Ku ngën edhe sërbisht, më që jo shqiptarë ngën sërbisht, më që kitu li farë llojit idejave. Mund se preferoj ato, jo me ngu pas lajme të këshiri, apo se kuptoj. Apo se përket kësaj mund me ngu që ka donë edhe se të dhe ka shijen e vetë, më kërën e për nuk është. Po, pikrisht. Do të flasim edhe sa ka kërkesa për duetet ndryshme, duke di që këngëtari kur e krijon një emër, ka kërkesa më shumë nga raperat e ri, që të bëjnë fit featuring. Do thirrin shumë, raste i përshëndet këtë ata që kam dojnë, që kanë qef me pas bashkëpunim me mu, jo që unë nuk kam qef me pas, po ka shumë që dojnë. E këto bashkëpunimet e fundit që e kom bo me dhe këngëtar, që për shembull me Ismet Bexhetin e kom dash pikën në i vogël. Kur ka kënu dhe me thëdhajme, në më konë shumë fëmijë, që funditën në ashtë një me folë. Është një ndër këngëtarët më tjerë. Edhe që nuk e ka hup ata emrin e vetë, kështu që e kom marrë me gjithë respektin më të madh dhe ka pranu ftesën ka ardhur te Konga e komandant Lleshi. Se përket bashkëpunimeve të tjera, bashkëpunoj me shumicën e rasteve që ai ka miq. Po vërtet që janë repera, janë femna, janë më të vjetër, gjenerate, burra, ku do vi. Po se përket kësaj zakonisht i kam miq të mirë. Ose tek e fundit na bëmi miq shumë shpejt, me një rast diçka komedit thonë shumë interesant. E që ato bashkëpunimet i bëjmë ata që ja vlen edhe ku me bu gjithmonë me ata që kam ja vlen tani. Mirë, do të shkojmë me një këngë tuaj dhe pastaj do të rikthehemi në pjesën e dytë për të biseduar.